إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Jemi në pjesën e fundit të historisë apo ngjarjes së Isës alayhi salam, pejgamberit të parafundit që Allahu e ka dërguar për njerëzimin për mi nxjerr prej errësirës në dritë. Allahu subhanahu wa taala në fund të surës Maryam I kundërshton ashpër ata të cilët thanë se Allahu ka fëmijë. Hebrejt thanë se Uzejri është I biri I Zotit. Të krishterët thanë se Isa apo Jezusi është I biri I Zotit. Paganët apo idhujtarët të cilët adhuronin shumë zota, thanë se melekët janë bijat e Zotit, se Zoti ka bija, Zoti ka qika, për në qërë shpifje të tmerrshme I kanë bë Allahu subhanahu wa taala. Allahu e ka përmendur në Kur'an ku ka thënë: "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada." Ata thanë se I gjithëmshirshmi Allahu ka fëmijë. Laqad ji'tum shay'an idda. Vërtet, ju keni thonë diçka të tmerrshme. O shumë të tmerrshme me thonë që Zoti ka fëmijë. O shpifje shumë e keqe. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Qet gati sa nuk coptohen prej kësajna. Toka gati sa nuk qahet. E malet sa sërzohen. Të thëmuar për shkak se shpifja. Që trilluan se I gjithëmshirshmi ka birë. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. E të gjithëmshirshmit Allahut nuk I shkon me pas fëmijë. In kullu man fi s-samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Krejt çka ka në tokë ka për t'u paraqitet Zotit si rob. Krejt na I rob të Allahut, po madje edhe qiejt edhe toka dhe çka ka në tokë, këto janë krijesat e Allahut dhe janë rob të Allahut. Që Allahu I ka kriju. Allahu I madhruar në fillim të kësaj sure kishte cekur se Isa alayhi salam nuk është tjetër por pse rob dhe I dërguar I Allahut. Dhe sa ai ishte I krijuar dhe kishte dalur prej barku së Mariamës. Allahu e kishte kriju sikurse njerëzit e tjerë. Kishte dalë prej barkut, kishte dalë prej trupit të një gruas, përveç se nuk kishte pas baba Isa alayhi salam. E ajeti I kundërshton fort këto rryma apo këto ideologji që shpifin për Allahun subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thot se mohuesit të krishterët, hebrejt, idhujtarët Mekas po deklarojnë se Allahu ka fëmijë apo ka marrë për veti fëmijë. E kjo fjalë e të krishterëve për Isën alayhi salam se është I biri I Zotit u bë dogmë fetare 300 vjet para Isës alayhi salam. E cekëm ta folëm për këta, se Isa alayhi salam s'ka thirr kur me thonë unë jam Zoti juve, adhurojeni mua, ka thënë adhurojnë Allahun. Jo me adhuru mua, jo me adhuru Isën alayhi salam. Sa adhurimi takon vetëm Allahut.
Para më 300 vjet pas Isës alayhis salam e kanë ndjer këtë shpifje, këtë gënjeshtër të madhe se Allahu ka fëmijë. Allahu i madhruar i përgjigjet ashpër, ju më hues me atë shpifje që i bët Allahut. Thatë diçka shumë të tmerrshme, e shumë të shëmtuar dhe shumë të rëndë. Thot atë fjalë të rëndë të shëmtuar keni thënë, sa që gati u coptuan qetë. Gati sa nuk pëlqiti toka, se nuk u shembën kodrat prej kësaj gënjeshtër të madhe, prej kësaj shpifje të madhe që ja bënën Allahu subhanahu wa taala. E thot Ibn Gjeriri, thot se Ibn Abasi ka thonë se prej shirkut janë frikësuar dhe janë lëkundur qiejt, toka dhe kodrat, dhe çdo krijesë tjetër pos njerëzve dhe gjinve, dhe gati janë coptuar prej këtij shirku që është bërë madhëri se Allahu subhanahu wa taala. Gati sa nuk janë coptuar. E njeriu i mençur, njeriu që logjikon, nuk thot se Allahu ka fëmijë. Sa debate që i kemi pa, muslimanë që i kanë bërë me të krishterët, madje edhe me priftërit, edhe ato vetë nuk e dinë sakt. Cili është Zoti tash? A është Allahu? A është i biri? A është shpirti i shenjtë? Thonë se Isa alayhis salam se Jezusi është Zot. Apo qysh Zotin pe kryqëzon? Qysh pe marrin kryqin që e kanë kryqëzu Zotin e tyre në thojza dhe tash pe marrin dhe pe vendosin në për kishat e tyre, në për gjoksat e tyre. Mjetin që është dhënu në thojza Zotin e tyre, ato pe marrin si simbol. Kjo edhe logjik nuk ka. Kjo është në kundërshtim edhe me logjikën e pastër të njerëzit. Me thonë që Allahu ka birë. Me thonë që Isa alayhis salam që ishte njeri që e persekuton Isën alayhis salam, e dhunun Isën alayhis salam, ato thonë se është Zoti. A qa që dopt është Zoti atyre? A qa që pa fuqishëm është Zoti atyre që me marë dikush edhe me varë në kryq. Kjo është e palogjikshme. Ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhis salam se nuk është kush më sabërli, më dërimtar ndaj padrejtësisë që i bëhet se sa Allahu subhanahu wa taala. S'ka më sabërli se Allahu i bën shirkatina, se shirku është padrejtësia më e madhe, dhe Allahu subhanahu wa taala prapë i furnizon ata, prapë ju jep shëndet atyre. Thot pejgamberi alayhis salam, ati i bëhet shirk, i mvishet fëmijë, e megjithatë ai u haruan shëndetin dhe i furnizon dhe jep rrezik. Ato i bojnë padrejtësi Allahut, ndërsa Allahu me mëshirën e tij akoma i furnizon, akoma ju jep shëndet. Po edhe te na alhamdulillah nuk i bojnë shirk Allahut subhanahu wa taala. Mirë po e mëkatojnë Allahun subhanahu wa taala natën edhe ditën. Kina plot mëkate. Dhe prap Allahu neve na furnizon, prap Allahu na jep fëmijë, prap Allahu na jep me hangër me pi, prap Allahu na mundson me marr frymë, ndërsa na e mëkatojnë Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa na e hidrojnë Allahun subhanahu wa taala, Allahu na ruaj, Allahu na fal. Allahu ka thënë në surën Kul huwa Allahu thuaj se Allahu është një, s'ka tjetër përveç Allahut. Allahu Samad, Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet kur është për çdo nevojë të tina. Lem yelid wa lam yulad, as që ka lindur kë, as që është i lindur. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dhe ati askush nuk i është i barabartë. Me Allahun askush nuk është i barabartë. Lejse kemi hitli qej, askush nuk i ngjan Allahut. Askush. S'mund dikush më konë ngjaj shumë Allahun. Dhe na e besojnë Allahun, çështu Allahu që na ka treguar për veten e tij. Ne e besojnë Allahun, çështu që pejgamberi alayhis salam na ka treguar për Allahun subhanahu wa taala, a dihet se Muhamedi alayhis salam s'ka fol për mendjes vet. Çdo fjalë që e ka thënë ka qenë shpallje prej anës së Allahut subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Thot Allahu në Kur'an, wa ma yantiqu anil hawa. S'ka fol pejgamberi alayhis salam prej havajës, prej hamendjes, çka ka marrë mendja atina. In huwa illa wahyu yuha, po ka fol gjithçka për shpalljes, çashtu që ka shpall Allahu subhanahu wa taala, çashtu pejgamberi alayhis salam u ka kumtuar shpalljen shokëve tina, sahabëve tina dhe mbar besimtarëve. Isa alayhis salam është në qiell.
është i gjallë me trup edhe me shpirt. Dhe se shpirti nuk ka dalë prej trupit të tij, apo Allahu e ka ngrënë në qiell Isa alayhi salam. Muhamedi alayhi salam e ka takuar Isa alayhi salam me trup dhe me shpirt. I ka dhënë selam dhe e ka përshëndet. Bile edhe e ka përshkruar se si duket Isa alayhi salam. Madje ekzistojnë edhe 10 hadithe, jo një, po 10 hadithe që flasin se Isa alayhi salam do të kthehet para se më bë kiameti, edhe ka më zbrit sërish në tokë. E kjo është dihet se zbritja e Isës alayhi salam është prej shenjave të mëdha të kiametit. Ai do të zbras në kohën kur kanë më paraqit Dejjalli dhe Mehdiu. Madje Isa alayhi salam ka më vrarë Dejjallin, i cili në atë kohë do të shfaqet duke bë fesat, duke bë çrregullime në tokë. Po ashtu ai do të thyej kryqin edhe do të jetë prisi i muslimanëve. Do të jetoj aq sa doj. Thuhet se ka më jetu 7 vite Isa alayhi salam. E pastaj vdes edhe varroset në Medinë afër pejgamberit alayhi salam, afër Abu Bekrit dhe afër Omerit. Po pra, do të varroset pranë njerëzve më të mirë sipërfaqen e tokës. Sa i përket mënyrës së zbritjes së Isës alayhi salam, Muhamedi alayhi salam e ka përshkruar këtë pas shfaqjes së Dejjallit dhe fesatit dhe rëmujit dhe fitnës që do ta bënë ai në tokë. Allahu do ta dërgoj Isën alayhi salam, ka më zbrit në tokë. Thuhet se Isa alayhi salam do të zbres në Damask, në xhamin me minarën e bardhë. E thuhet se do të zbres në xhamin e Mevitën në Damask, që është xhamia kryesore e Damaskut. Siç ka thënë Ibn Kathiri, komentatori i njohur i Kuranit. Isa alayhi salam do të jetë në anën atyre që do të luftojnë të vërtetën, por në rrugën e drejtë, edhe do të jenë të bashkuar për me luftu Dejjallin. Ai do ta kërkojë Dejjallin derisa do ta gjejë, deri te porta Lud, që është në Palestinën e pushtuar, dhe aty do ta gjejnë, edhe do ta vrasë Dejjallin. Do të zbres në kohën kur bëhet ikameti për faljen e namazit të sabahut. E imami do të thotë priu njerëzve në namaz. Jo, thotë ikameti është thirr për ty, jo për mua. Edhe nuk dal imam Isa alayhi salam. Kur të zbres, ka më gjyku Isa alayhi salam me drejtësi. Por nuk do të gjykoj me shariatin e vet. Se ka pas shariat të vetin Isa alayhi salam, ka pas Injilin. Jo, tash do të gjykoj me shariatin e Muhamedit alayhi salam, me shariatin e fundit, me shpallin e fundit, që është shpall Muhamedit alayhi salam. Do ta thyej kryqin, kam i zhduk derat, edhe do ta heq xhizjen. Se ne ka treguar pejgamberi alayhi salam në hadithin që e transmeton Abu Huraira, ku thotë se pejgamberi alayhi salam ka thënë: "Pasha atë, pasha Allahun, pasha atë në dorën e të cilët është shpirti im, pa dyshim se i biri Merjemës, Isa i biri Merjemës, shpejt do të zbres në mes jush. Popullit musliman edhe do të gjykoj me drejtësi me ligjin e Kuranit, do të thyej thot kryqin, do të vras derat edhe do të heqë xhizjen. Do të ketë bollok parash edhe askush nuk do ta pranojë të marrë lëmosh. Këtë njerëzit kanë me pas parë. Këtë njerëzit kanë me pas pasuni. Edhe kurkush s'ka me pranu me marrë lëmosh, me marrë sadaka. Allah ka thënë në Kur'an, të gjithë i tharët e librit do t'i besojnë Isait para se ai të vdes, dhe në ditën e Kiametit ai do të jetë dëshmitar kundër atyre. Kur dalë Isa alayhi salam, ka mu shfaq me vërteta. Ka mu shfaq me vërteta. Ato të cilët e kanë adhuru Isa alayhi salam, ndërsa Isa alayhi salam është robi Allahut dhe i dërguar i Tina. S'ka me mejt mo krishter në dunja, këtë kam i besu, ama kam e qenë vonë mo. Kur e kemi cekë se pendimi pranohet në dy raste, deri sa të vije gargara e fundit, frima e fundit, edhe deri sa të lindë dielli ka perëndimi. Mas të dy rasteve, mas të vije frima e fundit, edhe mas të lindë dielli ka perëndimi, që është për shenjave të mëdha të Kiametit, atëherë mos ka pendim. Atëherë nuk ka pendim. Pendimi t'i vjen fundit. Pas sajna, Allahu në surën Yasin, prej ajetit 14 dhe në ajetin 30, në tregon ngjarjen e banorëve të Antakis. Allah nis këtë tregim duke thënë: "O Muhammed, sili shembull popullin tënd kryenet e i naqor popullin e një vendbanimi apo një qyteti tjetër, të cilëve u patën ardhur të dërguar, por ata i përgënjeshtruan, i torturuan dhe i nënçmuan." E shumë i sa dietarëve e kanë përmend
se ky vend apo ky qytet është qyteti i Antakis, që gjendet në Turki, në kufi me Sirin. Po ashtu kanë thënë se ata ishin misionarë të Isaut alayhis salam, i cili i kishte dërguar për davet. Thu se Isa alayhis salam i kishte dërguar disa misionarë, apo më saktësisht 3 misionarë, 3 thirrsa për me shku te ky vend, te ky qytet i Antakis, që me thirr popullin atij vendi në Islam, me thirr në tauhid, në njohurinë e Allahut. Njëri Isa alayhis salam ka dërguar 2. Pastaj e ka dërguar edhe të tretin që më ndihmu atyre 2 për thirrje për misionin e tyre. E këto 3 misionar, tani dietar kanë pas mos pajtime. A kanë qenë vetëm misionar, a kanë qenë vetëm davetçi thirrsa në rrugt të Allahut, apo kanë qenë pejgamber? Disa kanë thonë se këto kanë qenë pejgamber, disa kanë thonë se këto kanë qenë vetëm thirrsa në rrugt të Allahut, kanë qenë njerëz të mirë. Thuhet se Isa alayhis salam i dërgoi 2 misionar havarinët në këtë qytet për t'i thuar në Islam. Kur mbërritën në atë qytet, në hyrjet e atij e takuan një njerëz që i runte delët. E thuhet se ishte zdruktar, e me një transmetim tjetër thuhet se ka qenë rovaçeps. Ai quhet Habib ibn Meri, të cilin e ftoi në Islam. Ai tha: "A ke ndonjë argument apo dëshmi se feja jote është e vërtetë?" Tha: "Po, tha. Ne me emrin Allahu i shërojmë të smurët." E ky Habibi e kishte një fëmijë të smur, e kishte të çmendur. Kështu që këta e lutën Allahun dhe fëmia u shërua. E kur e pa që fëmia u shërua, ky është argument i madh dhe ky e pranoi Islamin. Ndërsa me një transmetim tjetër thuhet se vetë ky person ishte i smur, ishte i smur prej sëmundjes së lebras. E për një kohë të gjatë ky kishte qëndruar, ky i kishte adhuru idhujt. Dhe një kohë të gjatë i kishte lut idhujt, putat, me shëru prej lebrës, me shëru prej kësaj sëmundje, po. Kime lut drunin, kime lut një krijesë që kanë kriju njerëzit. Do të thonë, ka qenë e kotë. Edhe për thotë, çfarë argumenti kite që se feja jote është e vërtetë? Thotë, unë i shëroj sëmundjet. Unë e lusë Allahun dhe i shëroj sëmundjet me lejtë Allahut. Tha çudi, tha, unë sa vit jam të lutë të Zotat kur gjë hiç. Këta e lutën Allahun dhe Allahu subhanahu wa taala shëroi. Andaj edhe u besoi këtyre misionarëve, këtyre të dërguarve, dhe ky person u bë musliman dhe pranoi fen Allahut subhanahu wa taala. Ishte njëri i mirë, posa u shërua, filloi të punonte. Dhe ata çka kishte nevojë për pasurisë që ndante për vete, ajo që nuk i vinte, e ndante për nevojtarët, e ndante për ato të cilët janë në nevojë, pra jepte sadaka. E këta 2 misionarë fillon që mi thirr njerëzit në Islam. Ashtu, siç patën shumë sukses edhe në mjekimin e shumë sëmundjeve të ndryshme, kemi thënë se në kohën e Isës alayhis salam ka qenë mjekësia shumë e zhvilluar dhe shumë e përhapur. E Allahu e dërgoi Isën alayhis salam me mrekulli që e sfidoi mjekësinë asaj kohe. E lajmi për këto 2 misionarë, që këto po shërojnë shumë sëmundje, arriti tek mbreti dhe i dërgoi që këto mi thirr. Thot, çka thërit në jo? Në thrasmin Islam, në thrasmin me besu Allahun një. E thot, mbreti, thot, a keni ju ndonjë dëshmi për këta që jeni duke pretendu? Than, po, tha, ne i shërojmë, na tha me lejnë Allahut shërojmë sëmundje të ndryshme. E mbreti, jasaj koha u idhërua shumë dhe deshi që t'i rehte t'i godiste ata. E thuhet se i burgosi dhe i ka rao me 100 kamxhik. Këto 2 misionarë që kishin shku vetëm për hir të Allahut, tash po marrin goditje prej anës së mbretit asaj kohe, prej anës së prisit asaj kohe, këto po shkojnë për mirë, ndërsa ato pja kthejnë me të keqe. E lajmi për gjendjen e tyre se lajmi për gjendjen e tyre tek Isau alayhis salam, arriti tek Isau alayhis salam se këto janë burgosur dhe janë përsekutuar, janë dhënuar. Atëherë Isa alayhis salam thua se ka dërguar edhe të tretin, si përforcues për ata që më ndihmu atyre. Më pas këta 3, që u banën 3 tash, u thanë banorëve të atij qyteti dhe mbretit të tyre, tha, o ju njerëz, me të vërtet na jemi të dërguar të Allahut, që ju ka krijuar që të adhuroni atë dhe të mos i bëni atij shirk, dhe kërkon që t'i braktisni idhujt
dhe adhurimin e idhërve. Po të thirr që më drejtu adhurimin vetëm Allahut subhanahu wa taala. E pas kësaj na thuhet se ky mbreti zullumçar që i burgos këto misionarë thuhet se ka pranuar Islamin, ndërsa populli i tij nuk e ka pranuar. Thuhet se Isa alayhis salam i këshilloi shokët e tij havariinët, edhe pas ngritjes së tij në qiell, sepse e dinte se nuk e kishte larg, që të mos e anashkalonin çështjen e davetit, thirrjes të njerëzve në besim të shëndosh. Por pejgamberi Allahut, Allahu Isa alayhis salam, e ka pas dertin e popullit tina, e ka pas dertin e davetit. S'kan pas dart ato me fitu pasoni, ose me fitu të mirat të kësaj bote. Ato kanë menduar vetëm për botën tjetër. Ato kanë menduar vetëm se si ti nxjerrin njerëzit prej errësirës në rrit. Se si të bëhen shkaktar që mi shpëtuan njerëzit edhe mi fut në xhenet. Pavarësisht asaj që ndodhi deri më tani, që nga ardha e këtyre 3 të dërguarve në këtë qytet, rëndësishme se çështja e tyre tash nisi dhe bua akoma më e madhe, se ato tash ishin duke i thirrë njerëzit haptazi në fenë e Isaut alayhi salam. E debati mes tyre dhe popullit të këtij qyteti vazhdon, pasi ato u thonë të dërguarve, ju thotë nuk jeni pejgamber, ju jeni njerëz sikur na, hani edhe pini. Shno, somurani dhe shëndosheni. Martoheni, shumojeni sikur se njerëzit e tjerë, ju thotë jeni njerëz të tjerë, ju sini kur gjao, ju jeni sikur se na, çish po pretendoni se jeni pejgamber. Thotë ju jeni duke gënjy, ju nuk jeni duke thënë të vërtetën. E pas këtij debati të ashpër tash banorët po nisin edhe pikërsnojnë këto misionarët, këto të dërguarit që kishte dërguar Isa alayhis salam. Allahu ka thënë: "Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim." Fa atathan, ne parandim kob me ju, dhe nëse nuk të rriqeni, ne do t'ju gurëzojmë dhe do të përjetoni ndeshkim të hidhur prej nesh. Tash po nisin kërcënimet për këto 3 misionarët. Në vend që me përqafu misionin e të dërguarve, në vend që t'i pasojnë të dërguarit, dhe të gëzohen që Allahu i ka dërguar misionar që mi shpëtua ata vepruan të kundërtën, i kundërshtuan të dërguarit. Madje thoni se na prej këtyre i na tu po keq. Se në baksuza, se prej këtyre ne i bosh duke në ardhe keqja, këto janë duke na sjell neve vetëm fatkeqësi dhe vetëm këqija, kështu ju thonin këtyre. E thuat se pas sajnë Allahu ka ndalë shion 3 vite, dhe ata kishin thatësi të madhe, këtë thatësi, ato thonin se na kena për shkak të këtyre 3 misionarëve, që kanë ardhur për me na thirrë neve në Islam. Thot për këtyre ne nuk kemi pa kur një farhajri, çdo e lig ka ardhur për këtyre. Këto janë shkaktare të keqes dhe të ligës. E Habibi kur e mor vesh, ai Habibi që e kishte pranuar Islamin, që ishte shëruar, kishte qenë i sëmur prej sëmundjes së lëkurës, kur e dëgjoi rastin për këto, i ardhi ndim këtyre. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Tek Allahu në Kur'an, dhe prej skajt më të largët të qytetit erdhi një njeri që ngutej e tha: "O popullem, ta dëgjoni të dërguarit, dëgjoni se këto janë duke ja u dish mirën juve. Dëgjoni ata që nuk kërkojnë për juve shpërblim dhe janë të udhëzuar." Se janë duke kërku, jo thot shpërblim, se janë duke kërku të holla apo pasoni. Thot çfarë hajri thot pam deri më tani nga adhurimi i idhujve, nga gurët dhe gurët. Se ky vetë ishte Habibi, ishte kanë idhujtar, tash nisi të pikëshillon. Çfarë hajri kena pas na thot për këtyre putave dhe idhujve që kena adhuru krahas Allahut subhanahu wa taala. Çfarë hajri kena pas për këtyre gjësëndeve të ngurta që nuk flasin dhe që nuk dëgjojnë. Edhe që janë kur gjo heq. Po nisë dhe pikëshillon Habibi. Pasi që debatoj me popullin e tina, ju drejtua të dërguarve dhe u tha: "Unë jam në fejnë tuaj, kam besuar ata që besoni ju, Zoti juaj, kam besuar Zotin tuaj, andaj dëshmoni te Allahu subhanahu wa taala për ata që them, për dëshminë time se unë jam musliman." Ky Habibi që kishte pranuar Islamin, mirë se nuk ishte dalë haptazi, me thonë që unë jam musliman. Tash po dalë që haptazi, se unë jam musliman, duke mos u frigua,
duke mos pas turp edhe mare apo frikë. Të gjithë komentatorët e Kuranit kanë thënë se populli tina, posa ky e deklaroi Islamin haptaze, me njëherë e kanë likuiduar dhe e kanë vrarë. Por edhe këto 3 misionarët thuhet se populli i ka vrarë edhe i ka përsekutuar. Dhe kjo është ngjarja e Isaut alayhi salam që kemi folë këto 5 ligjëratat e fundit. Dhe kjo është ngjarja apo shkatrimi i këtij popullit të Antakisë, se këtë popull tash që Allahu ju dërgoi misionar, Allahu e ka shkatruar këtë popull. E ka shkatruar këtë popull që ka shkatruar popullin e Salihut alayhis salam, fisin Thabut. Allahu nuk ju dërgoi ushtri as kur gjë, vetëm e dërgoi përmes Xhibrilit një britëm shumë të madhe që e shkatroi tër popullin e Antakisë. Të gjithë popujt që e kanë kthy shpinën në udhëzimin e Allahut, Allahu i ka dënuar ata me një dënim të dëmshëm. Elus Allahu në madhruar që Allahu më na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Elus Allahu në madhruar më na fal me falën e tij të madhe, më na mëshiroj me mëshirën e tij të madhe. Elus Allahu në madhruar më na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, më na mbrojt prej çdo fjalë, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarr të xhenemit. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.